Katër protestues janë arrestuar nga policia pas tubimit të organizuar mbrëmjen e 28 shkurtit nga Partia Demokratike në Tiranë. Sipas njoftimit zyrtar të policisë së shtetit, protesta u shoqërua me episode dhune dhe përplasje mes një pjese të protestuesve dhe forcave të rendit. Situata u tensionua në disa zona të kryeqytetit, ndërsa autoritetet raportojnë për përdorimin e mjeteve shpërthyese artizanale të llojit Molotov. Një prej incidenteve më të rënda u regjistrua pranë vilës së ish-diktatorit Enver Hoxha, ku brenda ndodheshin disa artistë. Sipas policisë, në drejtim të godinës u hodhën shishe me lëndë djegëse, duke rrezikuar jetën e personave që ndodheshin aty. Përplasje pati edhe përpara drejtorisë së përgjithshme të policisë, si dhe në zonën e ish-bllokut. Autoritetet bëjnë me dije se efektivët janë goditur me gur dhe sende të forta, ndërsa janë dëmtuar disa biznese private dhe kosha mbeturinash. Deri më tani nuk janë bërë publike të dhëna të plota mbi numrin e personave të lënduar apo vlerën e dëmeve materiale. Hetimet vijojnë për identifikimin dhe ndalimin e personave të tjerë të përfshirë në incidentet e raportuara. Ndërkohë, Partia Demokratike nuk ka reaguar ende zyrtarisht lidhur me arrestimet e kryera. Zhvillimet e mëtejshme pritet të sqarojnë përgjegjësi dhe pasojat ligjore të kësaj proteste që tensionojnë mbrëmjen e 28 shkurtit në kryeqytet.